Probabil că și babanın ilgilendiğinde bu bilgi klasifikasyonu tarzında jibole. Örneğin ben hala burası Ganyan'da için satıldığı kolu ben attırıp ilgili sosyalist. Ambaj në sonë se përcaktim në dënimin, dhe pas këshillimit të votimit me shumë disputa shkallë dënimi. Gjykata Bosnjë 367, 365, 366, 367 dhe kodin procedurës penale të akuzuarit Orgaz Gjykollit i shqiptar dënim me burgim në Kocaqë prej 20 vite, i cili do të ekzekutohet pasi argjëgimi do bëhet i plotfuqishëm. Koha kaluar në paraburgim do të llogaritet në dënimin e shqiptuar, të akuzuarit i vazhdohet mos hap paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e argjëgimit. Obligohet i akuzuarit që të paguajë shpenzimet e procedurës penale me shumë prej 200 eurës dhe 50 euro për fondin e kompensimit të viktimave të krimit. Ola dëmtuar për realizimin e kërkesës pasuri juridike udhëzohet me kontest të rregullt juridik civil. Gjykata njofton poshtë se kundër këtij argjëkimi është lejuar ankesa në afat për të rrjedhë ditën nga koha pranimit të këtij argjëkimi nëpërmjet kësaj gjykate për gjykatën e apelit. Gjykata njofton për detyrimin e pakët që deri në fund procedurës ka njoftuar gjykata për çdo ndryshim të adresës. Atëherë kuluni fakt Gjykata për rastin e shqyrtimit të dënimit, si rrethana e lehtësuese, ka pashkëpunimin e të akuzuarit në gjykatën në jetë 16 gjyqësor Haçan Korak në sjelljen e tij, si dhe shprehjen e keqardhjes së tillë për humbjen e jetës së tani detyruar. Juaj ka humbur jetën në jetë, mosharet mos, cili ka qenë 22 vjeçar, sjellja në pashkë të graduesit, cili shpallur fajtohet me aktivimin penal pas konvencioni stabilet, Protection penale në një jetë rukon, janë një mite e tetë, në kodin penal të Kosovës, e cila bën nga kapitulli të tetë probave penale kundër jetës së funksionit. Pasikimi e plot do ta pamani dhe aktivimin dhe abortin e shëjshëm. Kjo është